Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka ngritur sërish pretendime ndaj rripit të Gazës. Ajo është një copë pasurie e paluajtshme tepër e rëndësishme, tha ai gjatë një takimi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Sipas Trumpit, do të ishte një gjë e mirë që atje të kishte një forcë paqeje, si Shtetet e Bashkuara, të cilat kontrollojnë dhe posedojnë rripin e Gazës. Presidenti amerikan deklaroi tani se ai prej vitesh dëgjon vetëm për vrasje, për Hamasin dhe probleme në zonë. Izraeli posedonte dikur këtë pronë buzdetit dhe më pas hoqi dorë nga ajo në emër të paqes, por sipas tij kjo gjë ka dështuar. Unë nuk e kuptoj pse Izraeli hoqi dorë aso kohë prej kësaj zone. Ajo i përket Izraelit. Vërtet nuk duhet të kishte hequr kurrë dorë prej rripit të Gazës, theksoi kreu i Shtëpisë së Bardhë. Edhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se gjatë takimit me presidentin Trump kishte folur për planin e tij për të zhvendosur palestinezët nga rripi i Gazës, ndërsa zona të rindërtohet. Netanyahu e quajti këtë ide të Trumpit një vizion të guximshëm. Konferenca e planifikuar për shtyp mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu pas takimit të tyre në Shtëpinë e Bardhë u anulua në mënyrë të papritur. Një punonjës i Shtëpisë së Bardhë bëri këtë njoftim pa dhënë asnjë arsye.